Paralajmërimi i Ministrit të Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi, se brenda muajit nëntor do të hihet në funksion stacioni për filtrim të ujit të pishëm në komunën e Gostivarit, nuk ka mund të realizohet për shkak të disa problemeve teknike të hasura në terren. Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi, gjatë vizitës zyrtare në komunën e Gostivarit në fillim të muajit nëntor, paralajmëroi se deri në fund të muajit do të vihet në funksion stacioni për filtrim të ujit të pishëm në komunën e Gostivarit. Por ky paralajmërim i ministrit Izairi nuk ka mund të realizohet për shkak të disa problemeve teknike të hasura në terren. Drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunale, Mehmet Ali Xhaferi, njoftoi se pengesa është bërë lidhja e ujësjellësit me stacionin filtrues. Në kaptazhin kryesor duhet të bëhet ndërtimi i valvulës, e cila prej kohësh nuk është ndruar. Tani paraqiten probleme në hapjen e valvulës për të bërë lidhjen me sistemin e ujësjellësit dhe stacionit filtrues. Është një problem teknik që shumë shpejt do të tejkalohet. Kanë ardhur ekspert nga Shkupi dhe punohet në tejkalimin e problemit. Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi, njoftoi se projekti për ndërtimin e stacionit filtrues tashmë është mbyllur. Nevojitet vetëm lidhja mes ujësjellësit nga burimi i lumit Vardar drejt tek stacioni filtrues. Montimi i filtrave të nevojshëm që do të shërbejë për pastrimin e ujit tashmë është bërë. Me tejkalimin e problemit teknik të hasur brenda kohës do të vijon faza e testimit. Pas fazës së testimit, i cili është i paraparë me ligj sa duhet të zgjasë si procedurë, do të fillojë funksionimi i stacionit filtrues. Stacioni për filtrimin e ujit për pije është i paraparë që do të zgjerohet edhe për një filtr plotësues që do të rrisë kapacitetet e tij. Mirëpo, kjo do të shihet në të ardhmen nëse do të ketë nevojë. Për tani, në bazë të studimit të analizave të bëra, kapaciteti ekzistues është i mjaftueshëm për të siguruar edhe sasinë edhe cilësinë e ujit për pije për banorët e Gostivarit. Vlera e projektit ishte 123 milion denar, ndërsa mjetet financiare u siguruan me buxhetin qeveritar. Me fillimin e funksionimit të stacionit filtrues, objekti i rindërtuar në afërsi të burimit të lumit Vardar në fshatin Vërtok do t'i jepet në menaxhim Ndërmarrjes Publike Komunale të Gostivarit, e cila është përgjegjëse për mirëmbajtjen e sistemit të ujësjellësit, si dhe furnizimin me ujë të pijshëm për banorët e qytetit, si dhe disa vendbanimeve përreth. Aktualisht, Gostivari është qyteti vetëm në Maqedoni që nuk posedon stacion filtrues të ujit, për çka mbi 60 banorë të qytetit të Gostivarit dhe disa vendbanimeve periferike që furnizohen me ujë nga ujësjellësi i qytetit detyrohen që ujin nga burimi i lumit Vardar ta konsumojnë pa kaluar asnjë lloj filtr pastrimi.